Ne kemi arritur tek ndarja e çmimeve të fundit dhe kryesore të këtij edicioni të Zhurma Awards. Natyrisht në emër të gjithë individëve të implikuar në organizimin e këtij edicioni, ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj fillimisht. Falenderoj ty shumë që ishe mrekullueshme në skenë sonte, kisha kënaqësi të kem në studio. Dhe për të ndarë çmimet kryesore, ftojmë në skenë zotin Gani Bërdemaj, pronari i kompanisë Mega Medium, për të ndarë çmimet Best Song, Best Album edhe Best Video. Mirë se erdhët, ju lutem. Xilani i bukur, mirë mbrëma. E tash, për me thonë i bukur dhe pse i bukur, u binda dhe s'kam qare pa jo thonë një gjek, po sa erdha më ndodhi. Tha shëzoj më falni, i ju vajza Zikos, jo tha unë jam bashkëshortja. Dhe, tani, nëse Zikoja ka dit të ruaj, të çmoj, të vlerësoj një bukuri të shtëpis, të tillë, sa që unë të habitën do t'i thëm je vajza, bërë mend se si ka dit ju zgjell ju të gjithë yjeve, mbar shqiptarë dhe t'ju grumbulloj son të këtu. Tashi ne shpesh e thomë fjallën yje, po mos harrojmë se son të kem edhe një hanë këtu në mesin të uj. Ajo është bashkëshortja ime që më ndryshon që këtu e 40 vjetë. Prandaj, Zikos i dëshiroj shumë suksese, vëndet të ardhmen, Zhurma Show, suksese një tradit të pafund. Shumë falënderit për të gjitha, prandaj vazhdojmë me çmimet. Absolutisht, në vazhdim kemi për të ndarë çmimin për Best Song dhe fitues është apo janë. Best Song. E pra, me dëshirë do kësha plotësua dëshirën, po kësaj radhe, Aurela Gaçi, Dr. Flori dhe Marceli. Ftojmë Valentina Detvukajn që ta merr çmimin, me që Aurelën dhe pjesën tjetër të realizimit të kësaj këngë nuk e kemi në sallë. Nuk jam as e trende tranuar, kujdes i këto herë gjatë. A ju dukem si Aurela? Jo. Aurela është shoqë shumë e mirë imja, është një vajzë fantastike, e na thojmë atje very down to earth. E kam edhe komshie se jetojmë bashkë në New York. Ju përshëndes në emrin e saj, ja kalofshi bukur. Faleminderit Valentina.